Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernida Luzi. Qeveria po harton një skem të re pensionesh që synon konsolidimin e kolonës së tretë. Qëllimi është lehtësimi i peshës së skemës publike të pensioneve, si dhe rritja e përfitimeve për individët kur të mbushin moshën e daljes në pension. Ne jemi duke përgatitur një skem të re për pensionet, që nuk do ta zëvendësoj, por do ta pasuroj skemën aktuale, duke dhënë mundësi të gjithë punonjësve që duan të kursejnë më shumë për pensionin, që të vendosin në një fond të veçantë çfarëdo lloj përqindje nga paga, të cilën shteti do ta shoqëroj me të njëjtën shumë. Pra nëse po themi dikush vendos që të nxjerrë nga paga 1 euro për ta vendosur çdo muaj në fondin e vet të pensionit, që pastaj t'i shtohet në fund pensionit që ai do të marrë nga skema normale, shteti do të vendos 1 euro tjetër, dhe kështu do bëhen 2 euro. Po pra, do bëhen 2 euro dhe natyrisht kjo do të jetë e kombinuar shteti për punonjësit e shtetit, privati për punonjësit e vet. Por cilat janë elementet që përmban skema e re e pensioneve? Bëhet fjalë për kolonën e dytë të shumë kërkuar nga kompanitë private apo konsolidimin e kolonës së tretë? Burime zyrtare nga Ministria e Ekonomisë bëjnë me dije për Skan Televizion se skema e re lidhet me konsolidimin e shtyllës së tretë të pensioneve. Shtylla e tretë e pensioneve në Shqipëri i referohet pensioneve private vullnetare dhe funksionon në bazë të ligjit për fondet e pensioneve private vullnetare. Aktualisht, kolona e tretë është një skem kursimi vullnetare ku individët depozitojnë para në një fond pensioni privat për të krijuar të ardhura shtesë kur dalin në pension. Nuk është e detyrueshme, administrimi bëhet nga shoqëria administruese të licencuara dhe mbikëqyret nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare. Por ndryshimet në skem të iniciuara nga qeveria synojnë të prekin fillimisht punonjësit e administratës shtetërore, të cilët nxiten që të kontribuojnë një përqindje të caktuar nga paga në këtë skem dhe pjesën tjetër e mbulon buxheti i shtetit. Drafti është në hapat e parë dhe ende nuk është përcaktuar përqindja për secilën palë, ndërsa për punonjësit në sektorin privat po merren në konsiderat praktikat ndërkombëtare që të nxiten të kontribuojnë në kolonën e tretë. Ky kontribut lehtëson peshën e skemës publike të pensioneve nga njëra anë dhe nga ana tjetër garanton më shumë të ardhura dhe mirëqenie për qytetarët kur arrin në moshën e përfitimit nga kontributet. Qeveria parashikon që skema të jetë gati deri në fund të vitit. Por si funksionon aktualisht kolona e tretë, individët paguajnë kontribute periodike mujore apo sipas dëshirës. Parat investohen nga fondi në instrumente financiare si bono thesari, obligacione e të tjera. Kursimi rritet me kalimin e kohës nga kontributet dhe fitimet nga investimet. Kur individi arrin moshën e pensionit, mund të marrë pagesë mujore pensioni ose tërheqje sipas skemës së fondit. Ndryshimet në ligjin për sektorin energjisë elektrike parashikojnë zgjerimin e aktiviteteve që lidhen me licencimin dhe mbikëqyrjen nga enti rregullatori i energjisë. Drafti parashikon gjithashtu lehtësime për disa kategori operatorësh. Ndryshimet e propozuara në ligjin për sektorin e energjisë elektrike parashikojnë zgjerimin e aktiviteteve që lidhen me licencimin dhe mbikëqyrjen nga enti rregullatori i energjisë. Ndryshimet synojnë të përshtasin kuadrin ligjor me zhvillimet e reja në treg, duke përfshirë depozitimin e energjisë, agregimin dhe funksionimin e pikave të karikimit për automjetet elektrike. Sipas draftit, në listën e veprimtarive që kërkon licencë, shtohet operimi i hapësirave depozituese të energjisë elektrike, ndërkohë ere do ketë drejt të vendosë nëse do licencojë dhe aktivitetet të tjera si operimi i pikave të karikimit dhe agregimi. Drafti parashikon gjithashtu lehtësime për disa kategori operatorësh. Operatorët e sistemeve të depozitimit me kapacitet deri në 1 megawatt nuk do kenë detyrim për licencë, po ashtu nuk do kërkohet licencë për furnizim në rastet e rishitjes apo ndarjes së energjisë elektrike. Por këto aktivitete do zhvillohen mbi bazën e kushteve dhe çmimeve maksimale që do të përcaktojë enti rregullator. Një tjetër ndryshim lidhet me terminologjinë.
ku vetë prodhuesit zvendësohen me konceptin më të gjerë klient aktiv në përputhje me zhvillimet e tregut energjetik. Sipas relacionit shoqërues, ndryshimet reflektojnë zgjerimin e funksioneve të tregut të energjisë dhe synojnë krijimin e një kuadri më fleksibël për aktivitetet e reja, duke garantuar njëkohësisht mbikëqyrje dhe rregullim nga ana e ERS. Ndërkohë që legjislacioni nënligjor pritet të detajojë kushtet dhe procedurat për licencimin e këtyre aktiviteteve, si dhe kriteret për operimin pa licencë në raste të caktuara. Agjencia Kombëtare e Rinis ka hapur thirrjen për projekt propozime, duke vënë në dispozicion fonde për organizatat rinore dhe organizatat që punojnë për të rinjt. Skema parashikon mbështetje deri në 2 milion lek për organizatat rinore, ndërsa për organizatat për të rinjt fondi mund të arrijë deri në 4 milion lek për projekt. Agjencia Kombëtare e Rinis ka hapur thirrjen për projekt propozime duke vënë në dispozicion fonde për organizatat rinore dhe organizatat që punojnë për të rinjt, me synimin për të rritur ndikimin e tyre në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Kjo thirrje është një mundësi konkrete për të sjellë ide dhe projekte që ndikojnë drejt për drejt në jetën e të rinjve, duke i përfshirë ata më shumë në shoqëri, duke i ndihmuar të gjejnë punë të denja dhe duke përmirësuar mirëqenien e tyre në çdo aspekt. Sipas Agjencisë Kombëtare të Rinis, ky program është menduar si një hap i rëndësishëm për të krijuar ura mes të rinjve, institucioneve dhe komunitetit, duke i dhënë organizatave hapësirën dhe mbështetjen financiare për të sjellë ndryshime reale. Përmes kësaj nisme, të rinjt jo vetëm që përfitojnë drejt për drejt nga projektet e zbatuara, por gjithashtu inkurajohen të bëhen pjesë aktive e proceseve vendimarrëse dhe zhvillimore. Ndërkohë, skema parashikon mbështetje deri në 2 milion lek për organizatat rinore, ndërsa për organizatat për të rinjt fondi mund të arrijë deri në 4 milion. Do të shkojmë më një herë drejt për së drejti në kuvend, fjala për ministrin e bujqësisë Andi Salla. Konsumin familjar. Vetëm 4.500 ferma kanë më shumë se 3 krerë gjeth, ndërsa me rreth 11.300 ferma kanë mbi 30 krerë të imta. Prodhimi total i qumshit në Vlënë vlerësohet me rreth 1 milion ton vit. Një pjesë dorëzohet në stablimente për punimi dhe pjesë konsumohet në ferma për konsumin familjar ose përpunohet në njësi të vogla, shpesh në zonat të thella malore. Kjo strukturë është trashëgimi ekonomike dhe sociale, edhe jo përpunohet në panoramë reale me të cilët ne punojmë çdo ditë për të krijuar sfidat reale, në të cilat kontrollohet me cilësinë, ruajtjen e zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe gjumshmërisë. Ku qëndrojnë sot raportet të cilët ne jemi me standardet e Bashkimit Evropian? Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka përgjegjësinë në parafrimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në kuadër të kapitullit 12. Nga ana teknike, Shqipëria sot ka një bazë të plot ligjore të harmonizuar me Bashkimin Evropian. Dhe sot legjislacioni shqiptar për sigurinë ushqimore, higjienën, gjumshmërinë, kriteret mikrobiologjike dhe nivelet ndotëse është i parafruar me rregulloren e BE-s. Pra, kuadri ligjor është i qartë dhe në përputhje me kërkesat dhe standardet europiane. Dhe sistemi aktualisht në vend, ku kontrollohet kryesisht nga AKU, nga stablimentet e përpunimit dhe tregtimit, AKVB në nivelet e rajonal, ku për shëndetin e kafshëve dhe përdorimin e barnave veterinare, dhe ISUV dhe 7 laboratorët rajonal të AKU-s, në përmbushje të sistemit kontrolleve zyrtar të qumshit dhe produkteve me bazë qumshti. Si funksionon kryesisht kontrollet? Kontrolli nuk është një akt i vetëm, ai është një proces dinamik që ndjek produktin nga ferma në trues. Në fermën kontrollohet ushqimi i kafshëve, kushtet e mbashtimit dhe higjiena. Në pikat e grumbullimit kontrollohet cilësia e qumshit të dorëzuar. Në përpunim verifikohen proceset teknologjike të standardeve higjiene sanitare. Në treg kontrollohet produkti final. Në Shqipëri operojnë 262 stablimente grumbëllimi dhe përpunimi, nga cilat 215 klasifikohen me rrizë të lartë, thëndryshe kontrollohen më shpesh, çka dëshmon vëmendjen e Ministrisë Bujqësisë ndaj këtij sektori. Gjatë vitit 2025 janë kontrolluar gjitha stablimentet për mospërputhjet në legjislacionin dhe janë dhënë 45 paralajmërime dhe janë vendosur 40 gjoba dhe është ndërprer aktiviteti për 6 stablimente. Pra, ku ka shkelje, ka masa. Le të ndalemi tek çështja e aflatoksinës, që është ngritur me drejt një shqetësim nga ne dhe sikurse dhe nga ju.
Gjatë vitit 2025 janë analizuar 32 mostra për aflatoksinën M1 në qumësht, nga të cilat 13 kanë rezultuar jo konform. Por gjitha rastet jo konform janë vendosur masa administrative, janë bllokuar produkte, kryesisht mijëra litra qumësht dhe 10 kilogram produkte të përpunuara, të cilët është ndjekur gjumshmëria dhe në fermë. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet sistemi është aktiv, ai ka reaguar dhe ka reaguar në kohë. Është e rëndësishme të kuptojmë se burimi i problemit dhe të theksohet se aflatoksina në qumësht nuk krijohet në stabilimente apo baxho. Ajo vjen kryesisht nga ushqimi i kontaminuar i kafshëve, kryesisht nga aflatoksina B1 me misër ose koncentrat. Kjo është arsyeja pse kontrolli nuk e kemi kufizuar vetëm në produktin final, por e kemi shtrirë në gjithë zinxhirin që nga ushqimi i kafshëve importuar në kufi. Dhe nga pjesa e cila ne duhet të lidhemi në aflatoksinën që në zonat caktuara si ajo që përmendi zoti Braçe, ne duhet të themi që të gjitha procedurat janë ndjekur në afate dhe gjitha ato çfarë ne ngrim si shqetësim sot është ajo të cilat aflatoksina. Ne nuk duhet të inkurajojmë asnjë nga fermerët tanë të jenë pjesë e këtij procesi, pavarësisht se si ushqim kafshët, pavarësisht se si ne vazhdojmë në këtë procedurë kaq të rëndësishme, e cili është siguria ushqimore dhe ajo e cilit ne duhet të garantojmë të gjithë konsumatorëve shqiptar sigurinë ushqimore dhe një konsum të sa më cilësor edhe të kontrolluar. Pra, në elemente të tjerë të rëndësishëm është dhe ajo e cila është transparenca. Dua që sot të themi që ky sektor është shumë delikat dhe ne duhet të jemi pranë qytetarëve me sigurinë ushqimore të gjithë bashku për të pasur një proces transparent dhe një proces për të ndihmuar këtë sektor kaq të rëndësishëm. Së fundi duhet fjalë për diçka shumë thelbësore, ushqimin që ne fëmijët tanë dhe familjet tona konsumojnë dhe çdo ditë në shëndetin e qytetarëve tanë dhe për këtë nuk ka asnjë kompromis. Shumë faleminderit. Faleminderit zot. Ishim drejtësisht drejti me Ministrin e Bujqësisë Andis Sallas, ku vendi në seancë plenare. Ndërkohë do të vijojmë me të tjera informacione. Në muajin mars, inflacioni i ushqimeve mbeti i ulët me 1.3%, por disa produkte bazë u blen më shtrenjtë. Rritet më të forta u shënuan të peshku dhe produktet e detit, mishi, vajrat dhe yndyrnat, ndërsa edhe perimet u rikthyen në rritje. Pavarësisht tensioneve në lindjen e mesme dhe rritjes së çmimit të naftës, inflacioni i ushqimeve mbeti i përmbajtur në muajin mars, ndonse disa produkte bazë si peshku, mishi dhe perimet shënuan rritje çmimesh. Të dhënat tregojnë se inflacioni vjetor për grupin ushqime dhe pije jo alkolike arriti në 1.3% në mars, duke vijuar trendin ngadalësues krahasuar me 1.7% në shkurt dhe 1.8% në janar. Megjithatë, brenda këtij grupi u shfaqen lëvizje të ndryshme mes produkteve me disa zëra që shënuan për shpejtim të ritmit të rritjes. Rritjen më të fortë e shënoi grupi peshk dhe produkte të tjera deti, ku inflacioni vjetor arriti në 4.2% në mars nga 3.2% në shkurt, duke bërë zëri me rritjen më të lartë mes produkteve ushqimore. Në nivele relativisht të larta mbetën edhe vajrat të yndyrnat me 3.6%, si dhe mishi, i cili arriti në 2.7%, ndërsa qumshi, bulmeti dhe vezët shënuan një rritje prej 2.2%. Krahasuar me shkurtin, për shpejtim të inflacionit shënuan disa nga produktet më të ndjeshme të shportës ushqimore. Përveç peshkut, rriti u vure edhe te mishi i freskët, i cili arriti në 2.6% nga 2.4% një muaj më parë, ndërsa perimet, zhardhogët dhe bishtajoret u rritën në 0.3% nga 0.1% në shkurt, duke kaluar në territor më të dukshëm pozitiv pas luhatjeve të muajve të mëparshëm. Nga ana tjetër, disa produkte vijuan të shfaqin ulje çmimesh, duke ndikuar në frenimin e ritmit të përgjithshëm të inflacionit të ushqimeve. Drithërat dhe produktet me bazë drithërash ranë me 0.8%, ndërsa frutat si dhe sheqeri dhe produktet e ëmbëlsirave shënuan ulje me 0.9% secili, duke treguar se presionet në shportën ushqimore mbeten të shpërndara dhe jo të njëtrajtshme. Pavarësisht trendimit të ndjeshëm të çmimeve të karburanteve në tregun vendas për shkak të luftës në lindjen e mesme, importi ka shënuar rritje të konsiderueshme për gjatë muajit mars. Edhe në raport me muajin mars të 8 viteve të fundit, pra duke nisur nga viti 2019, rezulton se në mars të 2026 janë zhdoganuar karburante më shumë në sasi.
Rritjen drastike të çmimit të naftës dhe benzinës për shkak të konfliktit në linjën e mesme, qytetarët shqiptar po e sfidojnë duke konsumuar më shumë. Po pse hoqë volumin? Referuar të dhënave paraprake zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, të siguruara nga televizioni Skan, sasia e karburanteve të importuara dhe zhdoganuara në muajin mars rezulton më e lartë krahasuar me muajt e mëparshëm të këtij viti. Rritja është e dukshme jo vetëm në raport me shkurtin, por edhe me janarin 2026, duke sinjalizuar një zgjerim të furnizimit në treg, pavarësisht presioneve të jashtme. Konkretisht të dhënat tregojnë se në mars 2026, muaji I cili solli rritje të ndjeshme të çmimit të naftës në treg, e cila arriti në afro 224 lekë për litër, janë zhdoganuar 56.903 ton karburante, me një rritje prej 5.013 ton, ndërsa në raport me janarin 2026, rritja është 3.491 ton. Ajo që vjet re nga shifrat është se edhe në raport me muajin mars të 8 viteve të fundit, pra duke nisur nga viti 2019, rezulton se në mars 2026 janë zhdoganuar më shumë në sasi. Rritja e importit mund të jetë e lidhur me disa faktorë kryesor. Arsyeja e parë mund të jetë një shtim I furnizimit nga kompanitë importuese për t'i paraprirë paqëndrueshmërisë në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme. Së dyti, rritja e kërkesës në tregun vendas lidhet edhe me rritjen sezonale të aktivitetit ekonomik, çka mund të ketë shtyrë operatorët të rrisin volumin e furnizimit. Dhe e treta është se pavarësisht çmimit, qytetarët nuk kanë reduktuar lëvizjet. Çmimet e karburanteve në Shqipëri kanë pësuar një rritje të ndjeshme gjatë javëve të fundit, të ndikuara nga luhatjet në bursat ndërkombëtare të naftës dhe kostot e transportit. Kjo ka sjellë presion shtesë mbi konsumatorët dhe bizneset, veçanërisht në sektorët që varen nga transporti dhe logjistika. Për këtë arsye, qeveria ka marrë masa duke ngritur bordin e transparencës për të kontrolluar abuzimet me çmimet, përmes vendosjes së çmimeve tavan të shqitjes me shumicë dhe pakicë së naftës dhe benzinës, si dhe ka vendosur uljen e akcizës me 20% kur çmimi kalon 220 lekë për litër. Nga ana tjetër është ngritur dhe një task force e cila kontrollon në mënyrë të përditshme në terren pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve, me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ndryshe nga produktet bujqësore, çmimet e ushqimeve të shportës nuk kanë ndryshuar krahasuar me një muaj më parë. Ndiqni vëzhgimin e Skan TV në disa nga tregjet e Tiranës. Prej ditësh, qytetarët po përballen me çmime të larta të frutave dhe perimeve. Tregtarët thonë se kjo vjen si efekti I rritjes së çmimit të naftës, por a ka ndikuar çmimi I naftës në produktet e tjera ushqimore, të tilla si produktet e shportës? Deri më tani duket se jo. Çmimet e produkteve bazë të tilla si vaj vegetal, mielli, sheqeri, makaronat, mishi dhe bulmeti, duket se nuk janë infektuar nga trendi I rritës. Televizioni Skan ka kryer një vëzhgim ku vihet re se çmimet ndryshojnë edhe nga një market në tjetrin. 1 litër vaj lule dielli tregtohet nga 175 lekë deri në 199, ndërsa vaji I misrit kushton mbi 250 lekë për litër. Ndërkaq, mielli për përdorim të përgjithshëm tregtohet nga 75 deri në 150 lekë për kilogram. Sheqeri është një produkt I cili gjithashtu ka pësuar rritje dhe shitet nga 65 deri në 75 lekë për kilogram. Edhe makaronat ndryshojnë nëse janë produkte vendi apo importi dhe cilësia e tyre, ku prodhimet shqiptare janë më të lira krahasuar me ato të huaja. E njëjta gjë vlen edhe për orizin, I cili ka disa kualitete dhe përdorime, dhe çmimi mesatar është rreth 200 lekë për kilogram. Megjithatë, shumica e marketeve të mëdha bëjnë edhe oferta në produktet bazë. Në këtë mënyrë, konsumatorët mund të zgjedhin produktet më të lira dhe çfarë përshtatet me buxhetin e tyre. Sa I përket bulmetit dhe mishit, sërish çmimet mbeten të pandryshuara. Tregtarët jashtë kamerave shprehen se çmimet në tregjet e shumicës kanë pësuar një rritje të lehtë, por tregtarët e pakicës ende nuk I kanë reflektuar për shkak të frikës së humbjes së klientëve, duke thënë se po fitojnë më pak në situatën kur kostot janë rritur ndjeshëm. Trueza e importuar e Shqipërisë në shkurt të këtij viti arriti në gati 11 miliardë lekë, më shumë se gjysma e totalit u furnizua vetëm nga 6 shtete me Italinë dhe Greqinë në krye dhe Serbinë në grupin e partnerëve kryesor.
Shqipëria importoi 11 miliard lek produkte ushqimore gjatë muajit shkurt me tregun që mbështetet fort te një numër i kufizuar shtetesh furnizuese. Të dhënat sipas vendeve tregojnë se Italia mbetet partneri kryesor i tryezës së importuar shqiptare me rreth 2.4 miliard lek, e ndjekur nga Greqia me 1.5 miliard lek. Vetëm këto dy vende mbajnë së bashku 35.6% të totalit të importeve ushqimore të muajit. Pas tyre renditen Serbia, Gjermania, Turqia dhe Polonia. Në total, 6 furnizuesit kryesor mbulojnë 54.6% të importeve ushqimore të shkurtit, çka tregon përqendrim të lartë të tregut. Por tabloja nuk mbaron të renditja sipas totalit. Shifrat tregojnë se secili shtet sjell në Shqipëri një profil të ndryshëm produktesh. Italia dominon sidomos te produktet e përpunuara te pijet. Zërat më të mëdhenj nga ky treg janë pijet, alkoole dhe uthullat me 389.9 milion lek, përgatitjet prej drithrave me 320.1 milion lek, si dhe kafeja, çaj dhe erëzat me 281 milion lek. Kjo tregon se pesha italisë nuk lidhet thjesht me mallat bazë, por me një segment të fortë ushqimesh të përpunuara dhe produktesh me vlerë të lartë tregtare. Greqia ndërkohë ka një tjetër profil. Ajo shfaqet shumë e fortë të produktet që lidhen me konsum të përditshëm dhe me segmentin e frutave dhe perimeve. Nga Greqia vijnë kryesisht përgatitjet prej zarzavateve, frutave dhe arrave me 345.9 milion lek, fruta dhe arrat e ngrënshme me 258.4 milion lek dhe zarzavatet e ngrënshme. Serbia ndërkohë mbështet më fort në segmentin e mallrave bazë dhe zinxhirin agroushqimor me peshë të madhe të drithrat, mbetje dhe kthimet nga industria ushqimore dhe pijet. Gjermania del më e fortë te zarzavatet, te produktet bulmetore, vezët dhe mjalti dhe nga kakao dhe përgatitjet prej saj. Turqia nga ana tjetër ka një profil të spikatur te përgatitjet prej drithrave, te zarzavatet dhe drithrat me 58.8 milion lek. Ndërkohë importet nga Polonia janë të përqendruar sidomos te përgatitjet prej drithrave, miellit, niseshtes apo qumshtit, te përgatitjet e ndryshme të ngrënshme, te sheqerna dhe ëmbëlsirat, dhe te kakao e përgatitjet e kakaos. Pra Polonia hyn fort në segmentin e produkteve të përpunuara, ëmbëlsirave dhe ushqimeve industriale. Në plan më të gjerë, importet ushqimore të shkurtit dominohen nga disa grupmallar kryesore. Në vend të parë janë përgatitjet prej drithrave, miellit, niseshtes apo qumshit. Pas tyre vijnë pijet, alkoole dhe uthullat, drithrat, fruta dhe arrat e ngrënshme dhe përgatitjet e ndryshme të ngrënshme. Kostoja e disa produkteve dhe shërbimeve të përditshme në Shqipëri mbetet një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve të qytetarëve, duke përfshirë transportin, ushqimet, pijet dhe kostot e telefonit. Por sa shpenzojmë mesatarisht, ndjekim kronikën. Kostoja e produkteve dhe shërbimeve të përditshme në Shqipëri mbetet një nga faktorët kryesor që ndikon në buxhetin e familjeve. Çdo ditë qytetarët përballen me një sër shpenzimesh që lidhen me transportin, ushqimin, pijet apo shërbimet bazë, të cilat në total përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ardhurave mujore. Në mesin e shpenzimeve më të zakonshme është transporti urban. Një udhim vajtje-ardhje me transport publik në vend kushton 80 lek. Një çmim që paguhet çdo ditë nga mira e qytetarë që lëvizin për punë, shkollë apo aktivitete të tjera. Një tjetër shpenzim i përditshëm për shumë persona është edhe konsumi i kafes. Një macchiato apo kafe në bare kushton rreth 80 lek, duke e bërë atë një nga produktet më të konsumuara gjatë ditës. Ndërkohë për ata që zgjedhin të konsumojnë pije të tjera, një birrë 0.5 litër kushton mesatarisht rreth 304.9 lek, ndërsa një ujë mineral arrin në rreth 113.7 lek. Edhe produktet ushqimore bazë ka një rol të rëndësishëm në shpenzimet e përditshme. Buka, një nga produktet më të domosdoshme në tryezën e familjeve shqiptare, kushton mesatarisht 137.6 lek, ndërkohë një vezë kushton rreth 27 lek, ndërsa qumshti shitet mesatarisht për 156.5 lek. Përveç ushqimeve bazë, në treg gjenden edhe produkte të tjera që konsumohen shpesh gjatë ditës. Lëngjet e frutave për shembull arrin në një çmim mesatar prej 706.3 lek, duke u renditur ndër pijet me kosto më të lartë krahasuar me disa produkte të tjera të zakonshme. Ndërkohë një nga shpenzimet që ndikon drejt për drejt në kostot e transportit të lëvizjes është edhe karburanti. Çmimi i naftës në treg arrin rreth 218 lek, një faktor që ndikon jo vetëm në buxhetin e drejtuesve të automjeteve, por edhe çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera. Kostoja e naftës është rritur pas luftës në lindjen e mesme. Një tjetër kosto e rëndësishme për qytetarët është edhe komunikimi. Kostoja mujore e telefonit arrin mesatarisht në 1415 lek, duke përfshirë paketat e zakonshme të shërbimit që përdoren nga konsumatorët. Ndërkohë për ata që zgjedhin të konsumojnë ushqim jashtë shtëpisë, çmimet janë më të larta. Një vakt në fast food KFC kushton rreth 853 lek,
një shpenzim që shpesh bëhet pjesë e konsumit të përditshëm, veçanërisht në zonat urbane. Në tërësi, këto të dhëna tregojnë një panoramë të qartë të kostos së disa prej produkteve dhe shërbimeve më të përdorura në jetën e përditshme në Shqipëri. Edhe pse çmimet mund të ndryshojnë nga një qytet në tjetrin apo nga një biznes në tjetrin, ato japin një ide të përgjithshme mbi shpenzimet që qytetarët duhet të përballojnë çdo ditë. Vendimi për skemat e mbështetjes në bujqësi 2025 ka hyrë në fuqi dhe tashmë pritet udhëzimi përkatës që do t'i hapë rrugë aplikimeve për fermerët. Skema këtë vit do të ketë risi duke synuar mbështetje më gjithëpërfshirëse. Skemat e reja të mbështetjes në bujqësi përmes pagesave direkte dhe investimeve kanë hyrë zyrtarisht në fuqi dhe tashmë pritet udhëzimi përkatës për përcaktimin e kritereve dhe hapjen e aplikimeve. Fondi total që do të shpërndahet është 52 milion euro për vitin 2026 dhe këtë vit skema ka risi të rëndësishme pasi është rritur masa e financimit për krerë në blegtori dhe bletari dhe është përgjysmuar edhe tavani i tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim, çka do të thotë se do të ketë më shumë blegtorë dhe bletarë që do të përfitojnë në raport me vitet e mëparshme. Ndërsa skema e naftës nuk do të aplikohet si më parë, por do të mbulohet përmes rimbursimit të 10% të faturave të shitjes. Nga ana tjetër, si pjesë e skemës së investimeve është shtuar dhe mbështetja me grante deri në 10.000 euro për fermerët dhe blegtorët e rinj për investime në ferma bujqësore dhe blegtorale. Konkretisht referuar vendimit, blegtorët me jo më pak se 5 krerë lop ose mëshqera do të marrin 12.000 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar. Do të jepen 1.500 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar për çdo fermer me jo më pak se 50 krerë dele apo dhi. Për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Skema financon 2.000 lekë për zgjua për aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Për pjesën mbi 150 zgjoje, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Për herë të parë është futur mbështetja për dosa dhe paradosa të matrikuluara në vlerën deri në 7.000 lekë për krerë, me jo më pak se 5 krerë. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Risi është edhe financimi me 100 euro për hektar për sipërfaqe të mbjella me kulturë bujqësore, për jo më pak se 3 hektar. Skema financon gjithashtu për herë të parë kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve deri në 70% të vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike për fshirë insektet e dobishme, por jo më shumë se 40.000 lekë për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Do vijojë të financohen fermat organike deri në 300.000 lekë si dhe implementimi dhe certifikimi Global Gap. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lekë nga fondi total shkojnë për skemën e investimeve, ku bën pjesë mbështetja e fermerëve të rinj si dhe financimi për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve ose pajisjeve për përmirësimin e kushteve, ku masa e përfitimit është në 7% të vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 3 milion lekë për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore, për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është deri në 50% të vlerës së faturave tatimore. Përfitues janë fermer individual, persona fizik, persona juridik dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor. Qeveria miratoi fondin prej 100 milion lekësh për të nxitur inovacionin dhe eksportet tek biznesi i vogël. Për ekspertët, ky vendim mirëpritet si një injektim likuiditeti, për cilët duhet të jenë sektorët prioritar për të mbështetur. Fokusit e inovacioni dhe eksporti shihet si një rrugë e vetme për të rritur qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Fondi prej 100 milion lekësh pritet të mbështesë ato ndërmarrje që synojnë të kalojnë kufijt, por sa do të ndihmohen bizneset shqiptare me këtë grant nga qeveria? Ky është një lajm shumë i mirë për biznesin e vogël dhe të mesëm, për shkak se nevoja për likuiditet dhe para, sidomos për investim në këtë fazë biznesi, është e madhe, dhe të mos harrojmë faktin që në raportin e fundit Banka e Shqipërisë konfirmoi që për vitin që shkoi vetëm 7% e bizneseve të vogla dhe të mëdha kishin arritur të përfitnin kredi të buta në skemën që është për kreditimin e butë. Gjë e cila do të thotë që ne kemi një problem strukturor, burokratik dhe administrativ për sa i përket kësaj kategorie të biznesit dhe ndërhyrja e qeverisë për ta lehtësuar disi duke dhënë grant është më së mirëpritur. Por cilët janë sektorët që duhet të kenë prioritet në shpërndarjen e këtij fondi? Dy sektorë të parë që më shkojnë në mendje janë bujqësia, që lidhet direkt me prodhimin e produkteve tona bujqësore, si pasojë edhe luftës tashmë në linjën e mesme, po ka një efekt qëndësishëm, dhe fasonët ose eksportuesit e përpunimit, të cilët kanë vështirësi të mëdha, kryesisht si pasojë e forcimit të lekut dhe kundrejt euros. Më pas kemi edhe sektor tjerë, sidomos ato që lidhet me shërbimet në turizëm apo dhe sektorit digjital, të cilët janë në rritje
dhe kanë nevojë për këto para pikërisht për të përmirësuar edhe më tej shërbimin apo produktin që ato ofrojnë në mënyrë që ta kenë sa më konkurrues në treg dhe sa më cilësor. Ndërsa qeveria ka vendosur në dispozicion mjetet financiare, mbetet për të parë nëse ky fond do të arrijë të shndërrohet në një motor zhvillimi për inovacionin dhe jo vetëm. Interesi i grave dhe vajzave për sipërmarrje në Shqipëri është në rritje të ndjeshme. Aplikimet për grante janë më shumë se dyfishuar në 3 vitet e fundit, duke sinjalizuar një orientim të ri drejt biznesit. Rritet ndjeshëm interesi i grave dhe vajzave për sipërmarrje në Shqipëri. Të dhënat e fundit nga Startup Albania tregojnë një rritje të fortë të aplikimeve për grante nga 211 në 2024, në 223 në 2025 dhe deri në 500 në vitin 2026. Ky trend shihet si një zhvillim pozitiv për ekonominë, por ekspertët theksojnë se duhet analizuar përtej shifrave. E para duhet ta shoh nga një zhvillim pozitiv, që tregon që gjithnjë më shumë vajza dhe gra janë duke konsideruar sipërmarrjen si një mundësi reale. Por kjo rritje duhet parë pak edhe nga konteksti jon social dhe kulturor. Pra, ne vajzat dhe gratë vim nga një kulturë ku shpesh vajzat rriten në një lloj zone sigurie, ku nuk inkurajohen që të zgjedhin rrugët që janë të pasigurta edhe me risk, po zgjedhin ato rrugët e sigurta. Ndërkohë sipërmarrja kërkon të kundërtën, kërkon guxim për të marrë riskun dhe kjo bën që edhe kur vajzat dhe gratë kanë interes, shpesh mungon guximi për ta çuar një ide deri në fund ose për ta ndërtuar atë në mënyrë shumë ambicioze. Dhe këtu hyn në lojë modelet. Pra, kur vajzat shohin gra reale që kanë ndërtuar biznese, që kanë marrë risk dhe që kanë arritur sukses, atëherë sipërmarrja bëhet pak më shumë e prekshme dhe më shumë e mundshme. Kështu që modelet nuk do t'i konsiderojmë vetëm frymëzim, po janë në fakt një ndryshim mentaliteti. Megjithatë, rritja e aplikimeve shoqërohet dhe me disa sfida që lidhen me qëndrueshmërinë e bizneseve të reja. Në të njëjtën kohë, mendoj që kjo rritje ka edhe disa rreziqe që duhen adresuar. Pra, nëse nuk shoqërohet me mbështetje reale, rrezikojmë që të krijojmë një sipërmarrje false. Pra, grantet kthehen në mbështetje afatshkurtër dhe jo në biznese të qëndrueshme që gjenerojnë profit. Kështu që në disa raste mund të krijohet varësia nga grantet. Dhe në këtë rast numri rritet, por impakti ekonomik mbetet i ulët nëse nuk menaxhohet si duhet. Ndërkohë, nëse kjo bëhet në mënyrën e duhur, mendoj që në afatgjatë ndikimi është shumë i fuqishëm. Së pari, formalizohet ekonomia, sepse ne gratë kemi tendencë më të lartë për t'i bërë gjërat në mënyrë të rregullt. Së dyti, pjesëmarrja ekonomike rritet, pra çdo grua që hap një biznes shton një aktor të ri në ekonomi, dhe së treti, mendoj që diversifikohet pak ekonomia dhe sektorët, sepse gratë shpesh hynë me ide të reja, kreative, ofrojnë shërbime që janë të ndryshme, le të themi, nga ato që ofrojnë nga burrat. Pra, nëse mbështetja strukturohet siç duhet, sipërmarrja e grave mund të kontribuojnë në formalizimin e ekonomisë, rritjen e sipërmarrjes dhe diversifikimin e sektorëve në vend. Rreth 109.5 miliard lekë është vlera e kontratave për punë, mallra dhe shërbime të shpallura fituese për gjatë vitit 2025 nga institucionet shtetërore. Sipas Agjencisë së Prokurimit Publik, nga procedurat e zhvilluara vitin e kaluar janë kursyer rreth 17 miliard lekë ose 13% të fondit limit. Rreth 109.5 miliard lekë është vlera e kontratave për punë, mallra dhe shërbime të shpallura fituese gjatë vitit 2025 nga institucionet shtetërore, duke shënuar një rënje krahasuar me vitin 2024, kur kjo vlera arriti në rreth 172 miliard lekë. Të dhënat bëhen të ditura në analizën vjetore të Agjencisë së Prokurimit Publik, ku evidentohet se nga procedurat e zhvilluara në 2025 janë kursyer rreth 17 miliard lekë ose 13% e fondit limit. Një vit më parë, kursimi ishte rreth 14% ose 27.4 miliard lekë, çka tregon se edhe pse përqindja mbetet e përafërt, në vlerë absolute kursimi ka rënë ndjeshëm në linjë me uljen e fondeve të prokuruara. Edhe numri i procedurave ka pësuar rënje. Në vitin 2025 u shpallën 5.766 procedura, nga 6.811 në vitin 2024. Nga këto 1.525 procedura u anuluan, ndërsa 4.186 u finalizuan me fitues.
Një vit më parë, procedurat e përfunduara me fitues ishin 4.836, duke reflektuar një tkurje të aktivitetit prokurues. Sa i përket procedurave me negocim pa shpallje paraprake, të njohura si tender në tavolin, në vitin 2025 u zhvilluan 105 të tilla, që përbëjnë rreth 2.4% të procedurave të përfunduara me fitues dhe 2.8% të fondit total. Në vitin 2024, këto procedura përbënin 2.3% të totalit dhe kishin një peshë më të ulët në vlerë, vetëm 0.4% të fondit total, duke treguar një rritje të ndikimit financiar të tyre gjatë 2025-s. Struktura e tenderve mbetet pothuajse e pandryshuar edhe në 2025-ën. Pjesën më të madhe zëm prokurimet për mallra me 56%, të ndjekura nga shërbimet me 29% dhe punët publike me 15%, një shpërndarje e ngjashme me vitin paraardhës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.